Populli shqiptar ka një histori të veçantë dhe të lavdishme që e bën të dallojnë nga popujt tjerë. Për herë jetoi në trojet e veta dhe e luftoi çdo regjim të huaj, duke i pas në ballë Idris Seferin, Ahmet Delin, Hasan Prishtinën, Bajram Currin, Isa Boletinin, Shaqir Smakën, Azem Shod Galicën, Shaban Polluzhën, Mehmet Gradicën, Hamz e Adem Jasharin. Luftë kjo që e kullorzoi rezistencën e brezave me lirinë e Kosovës. Ndër burrat më të njohur të Drenicës, dhe më zjarë ishte Zenel Sadiku, që ndryshe quhet Zenel Obria. Ky rrethën nga një familje e njohur e Obrisë, e cila den babaden i dha kombit burrat të mëdhenj që luftuan kundër pushtuesve të ndryshëm. Zeneli ishte kryeplak i Obrisë, e kishte edhe vulën e pushtetit për pajtimin e ngatresave dhe problemeve në fshat. Mirë po zakonisht e mbon të në popullit dhe ishte në anën shërimtare. Kështu si çdo herë ishte për krah popullit kundër pushtuesve turq. Ndër tjera, Zenel Sadik ishte delegat i Komendit të Madh Historik Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Kështu që me 10 qershor të vitit 1878 bashkë me disa krerë të tjerë të Drenicës e përfaqësoi këtë treju Kringrice. Bile ky me atë ngozhitën edhe morën fjalën dhe oratoria e tyre ishte aq nivelit lartë sa se mbetën gojë hapur të gjithë delegatët e Kuvendit. Nga fjala e Zenelit po shkëputëm vetëm një fragment, ku thotë: "I nderuar kryetar Zoti Abdyl Frashëri, të nderuar delegat. Ne jemi përfaqësues të Drenicës dhe kemi autorizimin nga Drenica të gjitha vendimet që e merr Kuvendi të zbatojmë dhe të qesim në terren me Drenicë." Familjen Zeneli nga Obria e Ull e bëri të njohur në opinionin shqiptar Zenel Sadiku, babai i Sadik Zenelit. Ai ishte krahu i djathtë i Xhemajl Abris dhe i të gjithë patriotëve, veprimtarëve dhe rilindasve në gjeografinë shqiptare, në gjeografinë e viseve shqiptare të cilat ishin të ndara në 4 vilajete dhe ende nuk ishin një shtet të tyre të formuar në të cilin sigurisht do të ishin shumë më të artikuluar, do të kishin jetë më të organizuar dhe sigurisht në punën dhe përpjekjet e tyre do të ishin më të zëshëm, më me ndikim në popullat dhe do të kishin sigurisht edhe rezultate më të mëdha të përgjithshme, kombëtare dhe politike. Zenel Sadiku ishte njëri prej prizve të betejës për shkatërrimin e kryeqendrës administrative turke, e quajtura Saraje në Laush të Drenicës. Zenel Sadiku, pos njëri i fjalës dhe Kuvendit, ishte njëri i pushkës dhe i revolucionit. Ai ishte ndër organizatorët e parë që i mori Kringricët, Drenicas dhe rrethon Sarajin Hamidi. Emrin Hamidi ja dha në bazë të Sultan Hamidit, mirë po Drenicasët nuk u bën zot derisa ndërtuna Saraj. Dhe kur një ditë nga ushtria u nis Kahraman Bey për të vendosur në selinë e tij afër Laushës, Drenicasët në krye me Zenel Obrin e sulmuan. E dojën Sarajin rash me to, pas kësaj qeveria turke organizoi ndjekjen dhe përndjekjen e organizatorëve, ndër të cilët e zonë edhe Zenelin, i cili i vujti 6 vjet burg të rënd në kalanën e njohur në dante Anadolit. Pas lirimit nga burgu, Zeneli do e vazhdoi aktivitetin e tij për çështje kombëtare. Edhe pas daljes nga burgu, Zeneli nuk e noli veprimtarinë antiturke. Ai mori pjesë në të gjitha kuvendet që organizuan në Drenicë, në të gjitha kuvendet ku merreshin mendime kundër perandorisë turke, siç ishte kuvendi Verave të Llukës, ishte kuvendi Unikut, mirë po më i zëshëm dhe kryesori do të mbetet ndaj në kuvendin historik në fushë të Morinës, me 26 mars të vitit 1903. Ato vendosi të gjithë të bashku ta kundërshtojnë çdo vendim të qeverisë turke dhe të luftojnë kundër saj deri në çlirimin përfundimtar. Asoj rrugë këta burra Drenicas në krye me Zenelin vazhdojnë për në Bajrë dhe sulmojnë kazemën ushtarake turke, ku kishte ardhur për të vendosur edhe konsulli rus Shqerbini. Gjatë luftimit pati shumë të vrarë të plagosur nga të dy anët,
sidomos nga Shaljanët. Mirë po, edhe Shqirbini mbeti vrarë nga një ushtar shqiptar, Ibrahim Pupovci nga Suka e Gjilanit. Pas kësaj, Zeneli prapë vazhdoi aktivitetin e tij luftarak dhe është e njohur betejë në Prua të Keq, ku për 30 rresht Zeneli me bashkëluftëtarë qëndruan kundër bishat e egrat e Turgut Pashës. Në vitin 1912, pas tërheqjes së regjimit turk, Kosova do pushtohet nga forcat serbe. Në fund të vitit 1912, ndërsa forcat turke po të rrishin drejt smurit e Bosforit, forcat serbe përparonin drejt Kosovës. Këtë kohë, serbët e kishin kuptuar me kohë se Drenica është vendi më kryengëz. Andaj interesuan që të përmbledhen të gjithë parinë, të gjithë krerët e kësaj treve dhe në mënyrë të nxarë të përshkatojnë ose të likuidojnë në mënyra të ndryshme. Kështu që me 16 nëntor të vitin 1912, disa krerë nga Drenica, të thirrur kënse për bisedime në ushtri, në kalan e ushtrisë ku ishte dhe Selia e deri atëhershme me forcave turke, kapën befasisht dhe likuidohen të dheve i knatave. Ashtu quhej vendi të dheve i knatave, apo ura Podronqës në hyrjet e ushtrisë dhe ato likuidohen që të gjithë. Ne kemi zbuluar me emër 12, disa thojnë 22, dikun të figurojnë 27. Me kërkesën dhe insistimin tim, që sekretar komisioni ja kisha dhënë në emrin më herët paria Drenicës së Rrugë. Pra gjendemi në trullin e Zenelve të Obrinjës. Këtu ka qenë kulla e ndërtume qysh herët, pra një pej kullave të para që është ndërtuar në Obrinjë, është kulla e Zenel Obrinjës dhe e Xhemal Obrinjës. Janë këto dy kullat e para që janë ndërtuar në Obrinjë. Ma vonë këtë trull, pra të Zenel Obrinjës e ka trashëguar djali i tretë, Sadiku. Edhe kulla është thirrë edhe që të thuhet të kulla e Sadik Zenelit. Pra këtu ka qenë kulla, në këtë vend tash këtu, pra në këtë luftë që kjo shkatru krejt. Këtu tash një pateti e ka ndërtu atë pjesë të prafërsisht pak me pasi si simbolike e asaj kullës që dikur ko. Të flasëm për Sadikun, për Sadik Zenelin, unë jam edhe pak nashta për ka mosha i ri me folë për to, mirë po aq shumë ka dhona për to, aq shumë dihet për to, aq shumë kanë folë njerëz, unë që i kom ndëgju për to, ka bon shumë edhe për komin. Ka bon shumë deri sa edhe jetën e ka bon për kom. Deri në vetë flem ka shku për kom. Sadik Zeneli, i lindur me 1888 dhe i vdekur me 1945, është nga Obrinja e Poshtme e Drenicës dhe zën një vend të merituar edhe në historinë gojore për çka unë merrem me te. Përkatësisht në krijimtarinë tregimtare popullore. Ishte personalitet i guximshëm dhe i pashëm. Kishte orë dhe autoritet të lartë. Mësimet e para i morin me i tepin e fshatit. Shkrimin dhe leximin serbo-kroatisht dhe shqip i mori më tepër si autodidakt. Kjo xhami është ndërtuar me iniciativën e Xhemal Obrinjës dhe Zenel Obrinjës. Është xhami 150 vjeçar. Këtu është komo dhe me i tepi, deri vonë. Pillet e para të mësimeve të para Sadiki ka marrë pikërisht në këtë me i tep këtu. Nga një hoxh Molla Salihi. Në ushtrinë osmane mori gradën kapiten, ndërsa në ushtrinë popullore shqiptare që e formoi Hasan Prishtina me 1916, ky u avancua në gradën major dhe u emrua komandant i një batalionit e ushtrisë Hasan Prishtinës. Pas okupimit të dytë serb me 1918, zgjidhet kryetar i komunës në Obrinjë, e më vonë edhe deputet. Ishte krah i djathtë i popullit, si kundër edhe kryetarët e tjerë, Tahir Berisha, Banosh Sëllari, Isur Gradica, Shaban Polluzha e të tjerë.
kundërshtoi agrarin, kolonizimin serb dhe shpërnguljen e shqiptarëve për Turqi. Së bashku me Sherif Votën, Ram Bllacën, Demali Pozharin, Ahmet Shtimjen, Adem Doshkun e tjerë, asgjësuan kontratën serbo-turke për shpërnguljen e shqiptarëve. E dënoi ashpër nga foltorja e kuvendit të mbretërisë serbokrate slovene, e dënoi vrasjen e Ram Bllacës. Angazhohet për ndërtimin e shkollave në Drenicë e Megjer. Kishte vizion të ngjashëm me Tahir Berishën se çka të ndërtohet në Kosovë mbetet e shqiptarëve të Kosovës. Merr pjesë në lidhjen e dytë të Prizrenit me 1943. I kontribuon pushtetit shqiptar në nën prefekturën e Drenicës. Me 1939 ishte antar i Komitetit për Shpëtimin Kombëtar, përkatësisht për çlirimin e Kosovës, po edhe antar i Ballit Kombëtar. Hajri Zdemoku, bashkëfshatari i tij i afër, po edhe luftetari i shquri Shaban Pëllushës. Në një tregim të tij thuhet Fadil Hoxha takohet me Sadik Zenelin, banorështëtarin e Sovgradicën në Prishtinë, në konakun e Aluzaricit. Në muhabet të lirë, Fadili po i thëtë: ti Sadik me dash, krejt Drenicën e ngrit në luftën antifashiste nacionalistare. Po Fadil, i tha Sadiku, si kur dikush të ma jep të besën se pas kësaj lufte antifashiste nacional-shqiptare, Kosova do t'i ketë 20.000 ushtar me komandën shqipe dhe me Fadil Hoxhën komandant suprem të saj. Nështa i kisha ngrit Drenicën kom, por s'po ka kush ma jep atë besë. Këtu ndërprem besën. Në sajt e autoritetit të madh të babait të tij, Sadik Zeneli kishte dalë në sipërfaqe. Ishte njeri i njohur edhe pse i ri në këtë moshë. Dhe autoriteti i tij, i babait të tij, i kishte hap horizont Sadikut. E kishte bërë të njohur të njerëzit e njohur, të veprimtarët, patriotët dhe intelektualet e pakt të botës shqiptare të këtyre viteve. Por, Sadiku, edhe pse në këto kushte të rënda, në këto rrethana të vështira, edhe shoqërore, edhe ekonomike, e kryesisht politike, shumë të ndërlikuara, arriti të gjendet, fijoi mësimet në medresën e fshatit dhe vuri kontakt me të gjitha figurat dhe personalitetet e kohës, e që ndër më të njohurat ishin Hasan Prishtina, Bajram Corri, Azembejta dhe të tjerë, figurat të cilat veç kishin autoritet në popull, kishin një vizion për atë se çka duhej bërë në kushte të reja dhe si t'i kundërviheshin pushtuesit të ri. Kulla e Ahmet Delis ishte kull e qëndresës dhe e rezistencës, në të cilën merri çdo vendim madhor për çështje kombëtare, jo vetëm nga paria Drenicës, por edhe e viseve tjera të Kosovës. Fillimin e karrierës së tij, nëse mund të thuhet, të veprimtarisë politike, Sadik Zeneli, por edhe të gjithë veprimtarët shqiptar të Drenicës dhe të viseve tjera shqiptare e bën pas konsultës e cila
u mbajt në përfundim të luftës së parë botërore në kullën e Ahmet Delis, që ishte simbolika e adhetarizmit, e rezistencës dhe e veprimit më të lartë kombëtar shqiptar në Kosovë dhe më gjerë. Aty edhe Sadik Zeneli, së bashku me bashkohanikët dhe intelektualet, nëse mund të thuhet ashtu, të kohës, arritën një marrëveshje që të hynë në organet e pushtetit okupues të krijesës serbokrato-slovene, por si e thuan të vjetrit dhe si është nxjerrë si përfundim i këtij takimi, të punojnë në kuadër të sistemit të pushtetit okupues slav, por të mendojnë dhe të kontribojnë për popullatën e tyre. Brëng e madhe për regjimin ishte bërë respekti dhe besimi i madh që Sadik Zeneli e gëzonte tek populli. Andaj, me çdo kusht do bëjnë përpjekje që të largojnë nga populli, qoftë edhe përkohësisht. Sadik Zeneli, në vitet e para të karrierës së tij politike, kishte arritur të bëhej këshilli i fshatit, kryetari i komunës Abri, por ai avansonte nga autoritetet që kishte arritur në popull. Ai është bë figurë e njohur, e dashur dhe shumë e respektuar. Nga ky autoritet i kultivuar në popull, pushteti kishte arritur që të bëj përpjekje që me mekanizmat të tij ta afroj këtë njeri si mekanizëm përmes të cilit do ta kontrollonte popullin shqiptar, do të ushtronte ndikimet e tij. Dhe në zgjedhjet për parlamentin jugosllav të viteve të 30-ta, Sadik Zeneli për 2 hera radhazi ishte përfaqësues i popullatës së Drenicës në cilësinë e deputetit. Sadiku kishte ditur shpeshherë dhe në momente të caktuara ta rrahë me grësht edhe ta ulinën të tregoj vendosmërinë e tij për këto të vërteta, jo vetëm që kam siguruar shumë kujtime nga bashkohanikët e Sadik Zenelit të respektuar, por kam patur rastin që të shkoj edhe të bëj hulumtime shkencore edhe në arkivin shtetëror të Malit të Zi në Cetinje në vitin 2014. Dhe atje kam arritur të gjej të dhëna të jashtëzakonshme. Por, për fat të keq, unë kam marrur edhe sugjerime prej arkivistëve të këtij arkivi, në të cilin hasa në një mikpritje të mirë, që të dhënat kryesore për të bëmat e Sadik Zenelit dhe të bashkohanikëve të tij janë në arkivat serbe në Beograd, e ku për fat të keq për shkak të situatës së përgjithshme dhe të raporteve të Republikës së Kosovës me Serbinë, ne hulumtuesit, ne historianët shqiptar për një kohë tash nuk kemi qasje. Sadik Zeneli ishte idhtar i shkollimit të popullatës dhe i hapjes së shkollave shqipe, si në Abri, Likovc dhe më gjerë. Unë kam lind 24-ën dhe nuk kam pas asnjë shans, as teorike, as praktike me njoh Sadik Zenelin. Me emrin e tij jam taku për herë të parë kur është rënuar shkolla e Minduraku e Likovës. Në muret e asaj shkolle është gjetë një shishe dhe në atë shishe ka qenë një letër. Letra ka qenë kështu: iniciativen për ndërtimin e kësaj shkolle ka dhënë Sadik Zeneli, deputet i popullit, deputet demokratik kralë ka qenë.
Financat I ka siguru filën fisteku, ministri ka qenë kë, ndërtimi ka fillu këtë ditë. Dhe merre me men një letër e thjesht me laps grafik, po e futën në shishe dhe në mbyllë edhe në murit shkollës, që shërbesi dokumentacion se këta e kanë ditë herë dhe kur do t'hynë funksion. Dhe kur I kam hy pastaj të analizoj pse ka ardhe iniciativa e Sadik Zenelit, kur dihet se asë kohë I ndërtu shkollat për mësim në gjuhën serbokrate. Dhe mësova prej bashkohanikëve ti, e sidomos të plakut tim, se Sadik Zeneli ka qenë një thtar I jashtëzakonshëm I shkollimit, dhe kur I kanë thonë, sidomos kleri fetar, jo Sadik mos me qu fëmijët në shkolla serbisht se na bën fëmijë shkije. Sadik Zeneli ka thonë, po, me I qu fëmijët në shkolla, sepse kur shkojnë fëmijët në shkolla serbisht, e kuptojnë që do të pas edhe shkolla shqip. Po nuk shkon në shkolla serbisht dhe mbeten në bari, mbeten çoban, analfabet, nuk do ta dinë kurr që ka me pas nevojë për një shkollë shqipe. Prandaj unë nuk e kam njoh, po kreç ka di për Sadik Zenelin është jehon e kujtimeve të tjerëve që kam dëgjuar, është një shtyllë e jashtëzakonshme e arsimit shqip që ka iniciuar, asa ka bërë dora që të formohen shkolla dhe ndërtohen ato shkolla e shumë vjetra, ndërtohen diku prej vitet e 20-ta, ma vonë diku në vitet 30 dhe ma shumë, por një prej tyre ka qenë iniciativë e Sadik Zeneli. Sadik Zeneli ishte udhëtar I çlirimit dhe bashkimit kombëtar. Jo vetëm Sadik Zeneli, po të gjithë prezantarët e kësaj familje, familje Zenelej, do të bashkëpunon jo vetëm me bazën kombëtar, po me të gjitha forcat e cilat përpiqen për çlirim dhe bashkim kombëtar. Çlirimi censorë I tyre ishte çlirimi dhe bashkimi kombëtar. Edhe kjo është dëshmor për këtë familje, edhe gjatë kohës që luftës së parë ballkanike, edhe gjatë kohës së luftës së parë botërore. Prandaj ka qenë natyrshme që ai të bashkanditit bazë kombëtar, rezoni I një veprimi të cilë është I mbështetur historikisht. Sadiku çdo herë u vu në mbrojtje të kauzës kombëtare edhe popullit. Borushtina ishte nacionalnik për punë të mbrëmshme, deri kanë thonë Mitrovic. Ai kishte ardhur me qëllim të caktuar se sa më shumë të shtoj zullumin popullin shqiptar në mënyrë se të çojë vendin. As më tepër në disa sjellje që nuk I duran etika shqiptare. Populli I Shalës Bajgorës dhe I rrethinës Mitrovicës shkojnë te Sadik Zeneli dhe I thonë, na I kemi edhe deputet tonë atje, po kemi orët e 8 nevojsh, një qare për këtë. Dhe Sadik Zeneli, me një dhënim të madh, me një nervoz besa, hiç pa pyet rojën, as pa I kthyer pushtim. Shkon drejt në derën e Aleksandrit, e hap derën dhe ai që votkon. Jo, Lili. Smiri se. Smiri se. Si je zgri Zeneli? Mirë, ju si jeni? Mirë. Zotri Zeneli, dhe pse jeni deputet? Duhet të respektoni rendin dhe rregullin. Edhe ne shqiptarët e dim se është rendi dhe rregulli. Po ka marrë me tregu se disa nën punë stu të shmendur, po I bëjmë presion popullit tim në Mitrovic dhe në vende tjera për t'i shpërngulur në Turqi. Zotri Zeneli, ju thoni emrat, ju lutem. E mos e fyeni pushtetin. Është një Rade Borushtina, I cili ka shkuar aq larg me shmenduritë e tij, saqë ka filluar ta shkel nderën e femrave shqiptare.
pishi ime i prezime. Rade Borushtina. Zotri Zeneli, te premtoj se do të marr masa ndaj këtij në punësit tim. Ju drejtona për herë të fundit, se nëse ju nuk i largoni atë në punës, do ta vras me dorën time. Dhe ai tash me një shpejtësi e dërgon një njeri me vërtetue, njeri vetin me vërtetua apo është vërtet. Ai është shkatat Sadik Zeneli apo jo, dhe e konstaton që po me të vërtet ashtu si. Dhe atë momentalisht e hiekun prej pozitës. Vjen vend ti një tjetër. E pyesin Krall Aleksandrën, pse u qove në kom prej ati ka pushballëri. Thot, edhe unë e pyes vetën, thot, po s'po di as vet pse. As kish pas të natyrë, as kish pas orë, as kish pas pamjen të një njeriu që nuk pritet ullur. Thot, dhe mu për atë, thot, ju më qumë konë. Do të thot kjo në një aspekt, edhe duka ose pamja e njerëzve ka luajtur një rol të veçantë. Ja dhe Gjergj Fishta, kur kongën ose kuks, një mend koket një ose kuka, po të flet fjale, po të tregot duka. Është një kujtim i jashtëzakonshëm i një bashkëndasi tem, ka qeni djali Hazir Alis, Haxhi Haziri, mas luftë i mobilizuar si policë vullnetar, rojen e angazhimin e kishte pas në kuvendin e Jugosllavisë. Dhe një natë, Haxhia disa herë ka tregu këtë, dhe erdhi një plak, unë isha në roje para kuvendi, erdhi një plak sërb, i moshum, i lodhën, me zimer të frym, edhe më pyti. Prej ka livre djallë? Thash prej Kosovë, tha Kosova është e madhe, prej Drenice. Qëtë ka të tha Abris? Që Abris? Abris Sadik Zeneli ta? Tha ko. E, tha moje me në mirë, unë kam qenë shërtor në kuvend, kur kanë hyjë të krali Aleksandre, Sadik Zeneli edhe Rambllaca, e kanë thonë Sadik Zeneli dhe Rambllaca kralit se shqiptarët nuk janë turq që shpërngullen për Turqi. Sadik Zeneli dhe i ka ra grësht tavolinës kralit, ka këcyjë në gjyra është derdh, edhe unë e kësha harruat fjallin mastil që i përdërshim për para, e unë e tha, qëtë mastil me dorë teme në tavolinë e kralit e këm pastru unë. Tha dhe në dobre bjerë që më thamë, të kje i ri. Tha, po me harrua ta njerëz, Zoti kam ju vra. Veprimtaria dhe kontributi i Sadik Zenelit gjatë luftës së dytë botërore. Obria është vend historik i pleqërisë dhe i trimërisë. Obria e eprim i takon Gjemali Obris si pleqënar i Kosovës, për mequri, burni dhe sinceritet. Dhe za Obris se ult i takon familja e Zenel Sadikit, të ka hershëm, që pasasit e ti e kanë vazhdu rrugën e Zenel Sadikit pare, dhe mos Sadik Zeneli. Kështu që Sadik Zeneli ka morë pjesë në disa kuvende. Një ndër ato kuvende ka qenë kuvendi i Polluzhës, ku i morë mendime për me luftue me për çështjen kombëtare kundër armikit shekullor. Luftë të Gjelbon, Novi Pazar, Koleshin, Verzhaj, deri në Lavën Gusi. Shaban Polluzhën e kanë rrethekuar 7 stacion të Gjandarmarisë e Jugoslave. Shaban Polluzha u mbyll në Kull me shokët e vet dhe s'ka dashur për të dërzu. Ka ndërhyjë Sadik Zeneli. Sadik Zeneli ka dalë, ka thonë, Shaban Polluzha nuk dërzohet. Komandant të Gjandarmarisë. Ka thonë, po ja keqëm pushkën.
komandanti Gjandarmerisë. Nëse janë njës pushkës, Shaban Pëllur është i mbyllë në kullë. Po sot kërset pushka, rreth e përshkaj ke e rreth e kumë, sa dëzili kam dërimi. Edhe tënë gjanar kanë me të vra, ato pe kullës mundes me nëzirë, sepse mishtë e ti e dashamirët e ti të kanë rreth e ku, rreth e përshkaj. A që ashtu është apo, se thuj pro, as ki mu lidh, as ka me të mërë pushka, veç të kena një dekret me mërë të e në vërtëre. Da me thonë, mës tishtë Sadik Zeneli, aty kishte më mërë 20 derë dhe modë. Të falës për figurën e Sadik Zenelit, unë besoj se është një meritë, është një punë e sukseshme, një vepër e madhe. Pas vrasjes së Bajan Curit, ta kanë ardhen 3 lufttarë Bajan Curit, Gjem Sahit i Glareves, Bali Bishi Cerrikit edhe gjyshi jam. Mirë po, kur kanë ardhen në Kosovë, e dim të gjithë se kem lexuar se çfarë citate dhe çfarë kohë ka qenë në kohën e Serbisë parë. Në atë kohë, Sadik Zeneli kishte qenë kryetar i komunës në Obrinj. Me rastin që e ndëgjon Sadik Zeneli për gjyshin tim, për Bajram Osmanin, se ka kalu kufirin nga Shqipëria dhe ka hyrë në Kosovë, me sigurinë që i ka kriju Sadik Zeneli gjyshit, ardhë dhe dërzu në besin e ti, edhe ka dërzu edhe armatimin, që e ka qenë njëri armatosën atë kohë. Bilim të regon të shpesher për armën që fare ka pas, e përmente një pushkë të kësë sohareshe Francës, si kanë thonë, të i ka thonë të ke kom pas, të kësi bëlbëll. Me të vërtet, qësh i ka thonë Sadik Zeneli, qësh e ka thonë fjallën, edhe ashtu ka ndodhë. Në përfundim të luftës së dytë botërore, regjimi serbo-qetnik do vetë në ndjekje dhe arrestimin e të gjithë veprimtarëve të çështjes kombëtare, në Drenicë dhe më gjerë. Gjahu i Serbisë ndaj figurave emblematike shqiptare ka vazhdu, a ishte më të madhe, të shpjegon edhe historia për figurat më emblematike të kombit tonë, që ka pas për qëllim përcënimin e saj për çfarosjen dhe zhdukjen e popullit shqiptar. Një prej atyre figurave, i figura shumë të që ishin ato, ishte edhe figura emblematike e kombit tonë, Sadik Zeneli Obrinjës, që njihi si familje e fortë, me tradita advetare, dhe një familje me autoritet, dhe regjimi i asaj kohe e ndiqte për arsye se ishte një karakter i pathyeshëm i çështjes kombëtare. Nuk i përfilte, nuk e donte regjimin, i gjykonte, i sulmante dhe ata të e pa aftësinë e tij, të e pa talentin e tij, të e pa atë dëshirinë e tij dhe ata vendosën edhe ta eliminojnë prej sipërfaqes. Ai burr u leçu se 2 herë u bë atentati. Vrasja e tij edhe zhdukja kufomës, edhe zhdukja gjurmëve, domethënë është 2 herë urdhëra. Nitin fat e ka përjetu edhe Kajtaz Ramadani, djali Ramazan Shabanit, një familje ose një burit i përmasave kombëtare, i lëvizjes gjithë kombëtare për petimin e gjashëm, dhe një intelektual i madh që ka përcjell dhe ka punu për çështje kombëtare, edhe Kajtazin e gjente një këtij fat. Dhe ata e pushkatuan në të bashkë dhe eliminuan edhe varrin e tij, edhe sot as e ditë nuk dihet ku varri i Kajtaz Ramadanit. Nitin fat e pat përjetu edhe gjyshi im, Timon Azizi në burgjët e Nishit, atje e torturuan, e mbytën varrin Sadim dhe as pamën nuk na lanë me majtë. Sadik Zeneli, këtij parimi që nga fillimi e deri në momentin e fundit të veprimeve të tij të nëntorit të vitit 1944 ju përmbajt besnikrisht dhe nuk pranoj që të largohej si vepruan një pjesë e nacionalistëve dhe veprimtarëve gjatë luftës së dytë botërore, por tha, jam betuar se do të veproj, do të jetoj dhe do të qëndroj në Kosovën time me çmim edhe të jetës time nëse është e nevojshme të ipet, por këtu do të mbeten gur i kësaj toke.
Arrestimi i veprimtarëve të Drenicës, të cilët u vunë në mbrojtje të çështjes kombëtare, do bëhet me ndërmjetësimin e Ali Shukriut. Gjatë luftës së dytë botërore, ku populli shqiptar i Kosovës u ngrit për të mbrojtur trojet e veta kundrej ardhive slavo-komuniste. Dhe pasi lufta veç përfundoi, Ali Shukriu, i cili luante rolin e prokurorit, shkon në Drenicë edhe bisedon me krerët e Drenicës, Sadik Zeneli e shumë të tjerë, edhe ma në fund ju premton se do të shkojmë në Mitrovic për të konsultim për të marrë disa informata dhe ma në fund ju do të kthehen të gjithë në shtëpia tuaja. Por ndodhi e kundërta. Sadik Zeneli e parandjeu se do t'i trajtohen sikur që kishin tradit komunistët. Në krye me Ali Shukriun në Mitrovic dhe kishte ndjenë se këto do të kthehen më të gjallë, e nxuar orën e xhepit, çehlibarin dhe kutinë e duhanit, ja dhanë mikut e vet në emanet që t'a dërgon në familje për kujtim të tinaj dhe të informon familjen se ne gjinem në Mitrovic. Kur i bjen në Mitrovic i burgosin, dhe pas i burgosin në Mitrovic, atëherë mu ka tregue kushërini im Jakub Idrizi, i cili ka qenë një nga shkollarët e parë në Mitrovicë. Por ju ka desh pushtetit atëshëm një ekspert i ekonomisë dhe e kanë punësue në financat Mitrovicës, në komunë atëherë, dhe ai më ka tregua mua se një ditë në një bisedë të ngushtë me disa njerëz të komitetit partisë atëherë, edhe ai ka qenë në atë ndjedhje, Ali Shukriu ka thonë duhet ta likvidojmë Sadik Zenelin. Edhe i ka thonë dikush aty në mesin e tyne, pse me likvidue Sadik Zenelin kur ai kur nuk ka bone të keqe. Kërkon s'ka my, si ka durë të përgjakura, pse me likvidue? Thot, unë e di atë, por Sadik Zeneli është autoritet në Drenicë. Na duhet gjithë njerëzit që kanë autoritet të likvidojmë që populli mos kanë ku më orientua, për të kthehen të orientuan ka ne. Edhe kështu ka ndodhur dhe është likviduar Sadik Zeneli. Gjatë luftrave të popullit shqiptar, kundër regjimeve të ndryshme, pothuajse nuk ka familje që nuk ka pas të vrarë apo të plagosur. Por një fat më i rëndë do e përcjell familjen Zeneli, e cila dha dëshmor dhe martir për çështje kombëtare. Ndërsa në betejën e njohur në luftë me çetniko-partizanët të Kulla Hadakut në Abri, do plagosen rënd Mehmet dhe Hajzer Zeneli. Lista e të vrarëve. Ahmet Sadik Qerkini, 1968. Aram Qerkini, 1999. Nuria, gruaja Ramës, 1999. Arbeni, djali Ramës, 1999. Zahidja Shtadzan, vajza e Ramës, 1999. Fatjona, vajza e Zahidës, 1999. Dhe Ismet Regjepi, stërnip i Sadik Zenelit. Lista e të zhdukurve. Zenel Sadiku i marr peng edhe i zhdukur në vitin 1912. Sadik Zeneli i marr peng edhe i zhdukur në vitin 1945. Dhe Ereshat Bajram Qerkini i marr peng nga forcat serbe dhe i zhdukur në vitin 1999. Pas rënjes së monizmit jugoslav dhe çlirimit të Kosovës përfundimisht nga regjimi serb, në Kosovë do formohen asociacione të ndryshme për të zbuluar të vrarët dhe të plagosurit, që mjerisht ishte një numër shumë i madh. Menherë mas kësaj lufte, mas të merit të thuj, një gjendje shumë katastrofale që rrallë ka ndodhur të popullit të pambrojtur, filloi menherë mas lufte të lëmtohet të pagjeturit. Fillova mas pari unë për rëshatin të këshyri djalin tim,
edhe pse më kishton baba, edhe baba më ka hupë Sadik Zeneli, po edhe Zenel Sadikin 12. Zeneli, 45 Sadiku, edhe kë 99. E çka na shtyni kjo? Të formojmë ne shoqat zëri prindve dhe të ngritet zëri i të gjithë prindve të atyne që nuk i kishin në mesin e vetë. Prindët më kanë tregu se mas luftës Shaba Palluzhës që kanë shku një numër shumë i madh në vrasje, në vraje, në masakru, kanë qenë edhe urni të pastrohet për njerëzve të cilët e kanë pas popullin mas veti dhe disa janë investu, po disa i kanë morën dhe i kanë qunë në kazirmen ish Jugoslave Meta Bajraktari dhe ato i kanë me urdhnin e Ali Shukris janë masakrua apo janë vra dhe së të kësaj dite nuk dihet vorit. Ato morën në Skeneraj, është morë Sadik Zeneli, Recep Vojvoda, Halil Haxhia nga Tërnasi. Mas kësaj luftës se shumë na hupën, u maru një rrugë dhe në atë rrugë u gjinë një vërë masiv, i cili ishte 7 metra me 10 dhe kum shku të kryetari komunës Avni Kastrati. E kum lutë se të më nimon ti nxjerrë këtë kufoma se dyshoj se është babgjyshi jam dhe është Recep Vojvoda, është edhe Halil Haxhia. Ka përkrahur edhe këfori francez i cili ka qenë aty, po edhe zvisteran. Dhe kanë ardhur këtë kohën me neve me konstatu sa është ajo, dhe kur e kanë posë sa është 10 me 7 dhe nuk është vërë i rëndon, po është vërë i masakrave, kur kemi grupu jenë dolën 68 koka. Nuk mujtë thëmë se jenë trupat e kompletum, po si të është koka, është trup. Me kërkesën e shatët zëri prindrëve, mu ka leju një tru vend të vorrozën një nga një me kodet veçanta se dikur do të del ADN-ja edhe në Kosovë do të bëhet dhe do të shkon të parafisi të merret 4 pika gjak dhe këtu mushtrat kur duhen vini morën dhe besoj se do të zbulohen edhe të kujna krejt janë. E kjo plak ishte me 68 numra të cilat tregojnë se me 2-tin, 6-tin, 3-tin, 11-tin i kemi gjetë dhe i kemi vorros, por edhe e kemi shënu se këto vorreza janë vorreza të martirëve të kombit 1945. Në prag të shënimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, nga Komisioni Qendror i Ministrave të Shqipërisë, unanimisht vendoset që Zenel Sadikut dhe familje Zeneli të njihet statusi dëshmor i atë dheut.